zakonisht në vetur tash kur do të thoni, çka preferon, çfarë lloj muzike apo dëgjon muzikë apo jo? Dëgjoj muzikë. Kush është muzika jote e preferuar që e ke qef? Po tradicionalja që është, domethënë folklori. Okej. Dervishaqen e kam prej atyre madh preferuar, Ram Bllacën, Salin Ferizin, shumë ata që janë absot. A ke mujt më ndërprej? A ke mujt kur ke filluar me dëgju këto muzikat folklore, sidomos Sali Ferizi për shembull, me kuptu tekstet tamam që thojnë apo me kalimin e kohës me kalimin e kohës i mëson. Tamam se unë për vetes më fillon s'më isha. Me kalimin e kohës kur je i pasionum, se dush me qenë pak me hyn botën e këngës tyne, edhe në ngjarjet të cilat i përshkruajnë, atëherë fillon me kuptu edhe tekstin krejt. Po dëgjoj edhe muzikë të lehtë, domethënë sidomos ato që kanë qenë argëtuese, popullore, po zhanret ndryshme, po që më pëlqejnë shumë. Po besoj që këto muzika që i ndëgjojnë shumica të rive nuk i preferon. Repin e preferon? Po e preferoj ndonjë që ka tekst mirë, se ka dhe prej atyre që kanë tekst mirë. Për shembull Gollajgjin e dëgjoj shumë se i ka edhe këngë patriotike, po që janë të kombinume e që e përbëjnë një kolorit të muzikës që është e mirë. Po, është i veçantë Gollin këtë lamin e hip-hopit faktikisht, me mesazhe që i përcjell.